Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi të nderuar miq të RTV-s në emisionin Në hijen e mëshirës. Dërsa për sot kemi të ftuar Hoxhën Nusret Abazibra, njëkohësisht imam në Bashkinë Islame në Rahovec, me të cilën do të flasim për muajin që falem mëkatet, pra muaj Ramazan, me që jemi pashtu në 10-in e fundit. Hoxhë, selam aleikum i sirve. Aleikum salam, mirë se jeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana juaj. Po flasim pak për atmosferën e Ramazanit në Rahovec. Edhe Rahoveci sa dim dhe sa kemi informacione, do thotë ka një atmosferë të veçantë në krahasim me disa qytete të tjera. Ndonë se nuk mund shtyhet me Mitrovicën dhe me Prizrenin, por se tu i pas parasysh disa qytete që i ka përreth, është kampion. Nuk kem njetë më shtyhe, po është fakt që po mundohemi ta bëjmë një atmosferë dhe në përgjithësi xhamati, prezenca e xhamatit nga dy gjinit, edhe gratë edhe burrat, po ashtu organizimi i iftareve tradicionale që kemi tek ne zakon, që në të kaluarën kemi bën në stadiume, në vendet kështu publike, po tani kemi arritur në këtë Ramazan me pas mbi 1500 iftare që kemi shtruar për 1500 persona, duke i përfshirë gjitha kategoritë e njerëzve, duke i përfshirë edhe gratë, po edhe një iftar të veçantë vetëm për filloristët të shkollës fillore, po ashtu ka qenë 250 pjesëmarrës. Pra ka qenë një atmosferë mirë, kemi leximin e mukabeleve, që lexojmë Kur'an hoxhallarët në xhami, po ashtu edhe kemi një qendër të grave që kemi themeluar në Rahovec, ku janë më shumë se 150 gra që lexojnë mukabele po ashtu gjatë Ramazanit. Tash me namaz natës kemi filluar, elhamdulillah, është një atmosferë në përgjithësi sikurse gjithë bota islame, pa po vrehet ajo fryma islame edhe në Rahovec. Pra po flasim për muajin që falem mëkatet, po si falem mëkatet në Ramazan, Hoxha? Po falja e mëkateve për me arrit deri te falja do të me kërkue. Pikëspari është ajo nga ana jonë që ne do të jemi ata që tërkosim në derën e atij i cili fal. Dhe ata mundësia në fakt në Ramazan për falje shumë më e madhe për shumë arsye. Nga se i malli Allah ka bërë këtë muaj pak më të veçantë, jo pak, por shumë më të veçantë për muajve tjerë, siç na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur vjen muaji Ramazanit hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit dhe prangoset shejtanat, që do të thonë se ndikimi i shejtanit është minimal në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe kurse sa i përket faljes, po ashtu janë ditët dhe momentet ku ne e dim se janë momente dhe kohë kur falja dhe pranimi i lutjes është më afër dhe më shumë i plotson kushte se sa në ditë të tjera. Pikë së pari në cilësinë e xherusit. Ne e dim se lutja e xherusit, kërkim falja e xherusit është e pranuar. Po ashtu edhe në kohën e iftarit, mundësia për kërkim falje është, do thotë, dhe pranimi i faljes është shumë e madhe. Po ashtu koha e syfyrit. Pra në përgjithësi duke parë parasysh edhe në këtë muaj është po ashtu 10 netët e fundit e që në të është edhe nata e Kadrit. Gjitha këto e bëjnë që muslimani të ketë mundësi me arrit faljen e Allahut të Madhreshëm në përgjithësi në çdo moment, po në veçanti në këtë muaj, por kuptohet nëse këtë e kërkon. Nga se na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është i poshtruar ai njeri i cili arrin Ramazanin dhe nuk i falen mëkatet, që do të thonë nuk e shfrytëzon shansin për faljen e mëkateve. Prandaj është përgjegjësi kur të jepet shansi që atë ta shfrytëzosh. Nëse nuk e shfrytëzon, atëherë je humbës. Në këtë rast mundësia e faljes në Ramazan është shumë e madhe, por njëjtën kohë është përgjegjësi shumë e madhe jona që ne ta kërkojmë atë nga i malli Allah. Pra mëkatet dhe robi i Zotit mund të pendohet dhe i fal mëkatet edhe jashtë Ramazanit. Është në atëshme kjo kuptueshme. Po në Ramazan të pas parasysh rëndësinë e ditëve dhe netëve të këtij muaji. Falja e mëkateve nuk ka ne prej mirësive të Islamit që kemi është se çdo herë njeriu i jepet mundësi që të përmirësohet. Në asnjë moment nuk duhet besimtari të bie në atë pozicion që të ndij veten si një farë mënyre të pashpresë. Por çdo herë Islami jep dhe nxit për shpresë dhe njeriu ta kërkoj përmirësimin.
përmirësimi është i mundshëm në gjitha situata, dhe pa kufizim, bile deri në atë mas sa që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtarit i pranohet, njeriut i pranohet pendimi, përderisa do thotë merr frymë, përderisa bën do thotë frymën e fundit të tij. Që do të thonë koha për kërkim falje është e hapur në çdo moment, por ne themi në Ramazan është më e veçanta se nëse në Ramazan nuk pendohem atëherë kur, duke pas parasysh gjitha këto kushte të volitshme që na janë përgatit dhe lehtësimi i adhurimit, cilën e shijojmë. E në veçanti kur jemi duke qenë me një adhurim i cili është në vazhdimsi, nga se cilësia e adhurimit të agjerimit është se agjerojmë gjatë një kohë gjatë, për shembull namazin falim 10 minuta, 15 minuta, 20 minuta dhe pastaj dalim prej namazin, pra dalim prej atij adhurimi. Po agjerimi është i veçantë se ka një kohë shumë të gjatë, prandaj edhe mundësia për me shfrytëzu faljen dhe me kërku faljen për të madhe të Allah është shumë më e madhe. Pra Ramazani është edhe njëkohësisht pra muaj i pendimit, përveç tash jashtë Ramazanit ne vazhdimisht mund të pendohemi, mund të bëjmë vepra të mira, por gjithmonë në Ramazan njerëzit më shumë përkushtohen. Pse është përhap tek një pjesë që pra po agjërojmë, po falim në Ramazan dhe do të na falen gjunat, por pastaj një pjesë tjetër fatkeqësisht e vazhdojnë normalitetin qysh ditën e Bajramit dhe nuk e vazhdojnë këtë ibadet dhe këtë kërkim falje, sepse disi sikur mendojnë që kryj gjithçka me muajin Ramazan dhe janë të falur tash ka kohë deri Ramazanin tjetër. Kjo është një keq kuptim. Pra kjo e para që po përkushtohen në Ramazan, kjo është qëndrimi drejt dhe shumë i mirë. Mirë po qëllimi dhe synimi i përkushtimit në Ramazan është që ne ta fisnikrojmë shpirtin tonë dhe të përgatitemi që edhe pas Ramazanit të vazhdojmë në vepra të mira. Pra Ramazani është sikur se një përgatitje apo një përforcim dhe një mbushje e imanit që të bën që të kesh mundësi të vazhdosh edhe më tutje. Kurse përkufizimi i faljes apo i pendimit vetëm për një kohë të caktuar, ajo në vetveti është në kundërshtim me kushtet e pendimit. Nga se pej kushteve të pendimit, cilat janë 3, do thotë që është lërja e mëkatit dhe ndirja e keqardhjes për atë të kaluarën që ki bërë, dhe po ashtu vendosja në të ardhmen që të mos kthehesh në të. Nëse njeriu e lën një mëkat me kohë të kufizume dhe vendos që pas asaj kohe të vazhdojë me atë mëkat, faktikisht ai nuk e ka plotësuar një kusht pej kushteve të pendimit. Prandaj edhe pendimi i tillë është i mangët. Pastaj është pak e çuditshme kjo që ndodh nga disa njerëz, po them, për vetë faktin se edhe në aspekt logjik të marr njeriu nëse e marrim trupin dhe pastrohet, arrin që ta pastroj trupin e tij. Dhe pastaj pas Ramazanit futet dhe zhytet, përlyhet, atëherë nuk mund të thotë ai që jam më i pastruar, nga se ai më është përlyer dhe e ka përdosur veten e vet me gjëra të cilat nuk janë të mira. Po ashtu këtë rast mund të krahasohet edhe në Kur'an përmendet, Allahu i Mëndeshëm e përmend shembullin e atyre të cilët bëjnë vepra të mira dhe pastaj kthehen në të këqija, si një gru e cila qëndis gjatë tërë ditës, ndreq dhe qëndis ndonjë gjë dhe pastaj në fund të ditës e prish gjithë atë që ka bë. Prandaj pas Ramazanit të kthehemi te mëkatet, do thotë që të prishim atë që kemi ndërtu dhe padyshim kjo është mungesë e vetdijes dhe mungesë e kuptimit të thellë të fesë cilës ne i takojmë, e cila në vazhdimsi kërkon prej neve që ne të jemi të lidhur me Allahun e Madhreshëm dhe të mos jemi besimtar periodik. Ne këtyre mund t'i themi njerëzve të këtillë, themi besimtar periodik, pra me periudha,
e për cilën mund të themi se është mangësi shumë e madhe nëse në mesin tonë ka njerëz të tillë. Pra synimi i Ramazanit nuk është kjo që ne të bëhemi të mirë në një kohë të caktuar dhe pastaj të kthehemi prapë me të vjetrën, por qëllimi është që ne të përmirësohemi. Normal, nuk mund të jemi si në Ramazan si jashtë Ramazanit me vëllimin e veprave të mira, nga se vetvetiu Ramazani është i tillë. Mirë po intensiteti nuk duhet me na ra aq shumë sa që pastaj të bëjmë edhe shkelje të parimeve edhe harame të cilat janë shumë të qarta. Cilat gjunohe falen në Ramazan? Po jo vetëm në Ramazan, po në asnjë moment nuk ka mëkat dhe nuk ka gjuna që nuk falet nëse ne e kërkojmë. Pra nuk ka gjuna i cili njeriu bën e që nëse pendohet që nuk i falet atij. Edhe gjunahet e mëdha? Edhe gjunahet e mëdha, bile shirku i cili është më i madh, nëse pendohemi, Allahu në Kur'an e përmend inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk fal që atij t'i bëhet shok allorim kurse i fal gjitha mëkatet e tjera, po edhe me pendim nuk ka mëkat që nuk falet, nga se pendimi është sikur se një fshisë e cila e fshin të kaluarën. Dhe kjo është edhe njëra pej vlerave tjera të madhështore që kemi ne në fen islame. Tregohet Amr ibn Asi kur ka dashur më bë musliman me pranu islamin, dhe prej metodave të muslimanëve të parë sahabëve ka qenë që është me dhënë besën pejgamberit duke ia dhënë edhe dorën, pra duke u besatuar që do të bëhet besimtar. Dhe kur e shtrin dorën pejgamberit, ky Amr ibn Asi e shtrëngon dorën mbrapa dhe thotë po, do të bëhem musliman për më një kusht. Thotë po, në cilën kusht? Thotë kushti është që të më falen mëkatet e kaluara. Pra ai kishte dertin e të kaluarës tij. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bështes dhe thotë: "O Amr, a nuk e din se Islami e fshin të kaluarën dhe se pendimi e fshin mëkatin e kaluar?" Prandaj mundësia themi për falje është në çdo kohë. Dhe nuk ka kohë të caktuar, për shembull njeriu ka bërë një mëkat dhe duhet me prit me ardhur një moment që ta kërkoj të përmirësohet, por për besimtarin në moment që e kupton. Kjo është e para, do të kuptoj se nuk ka njeri që nuk gabon. Dhe nuk ka besimtar që nuk gabon. Nga se edhe Allahu i don ata gabimtar të cilët pendohen. Pra gabimtar po gjithë jemi, por vetëm se ne duhet jemi për atyre të cilët edhe pendohemi. Pra e para, askush për neve nuk jemi të paprekshëm apo të pagabueshëm dhe çdo kush për neve kemi nevojë që të kërkojmë falje. Në anën tjetër, nxitja për falje shumë e madhe. Allahu thamë edhe më herët, inna Allahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtetë Allahu i don ata që pendohen. Pra e fiton epitetin që të jesh i dashur i Allahut nëse pendohesh prej mëkatit që ke bërë. Në një hadith transmeton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu i madhreshëm gëzohet për pendimin e robit të tij më shumë se sa thot ju që gëzoheni nëse një njeri gjatë udhëtimit të tij e humb kafshën dhe me kafshën e tij do thot është edhe ushqimi dhe pas një kohe e humb atë. Dhe kur e humb kafshën në shkëtir, atëherë në edhim aty është vetëm se pritja e vdekjes. Prandaj ky njeri thot e pret vdekjen dhe pas një gjumi të vogël zgjohet dhe e sheh kafshën e tij afër veti, që do të thonë e sheh ushqimin e tij, në me një fjalë tjetër, e sheh jetën e tij, nga se i është rikthyer mundësia për të jetuar dhe ai pe gëzimit madh thot: "O Zot, un jam Zoti yt e ti je robi im." Pra nuk din se çka flet për shkak të gëzimit madh. Pra Allahu gëzohet për pendimin e robit të tij më shumë se sa ky njeri për ushqimin dhe për kafshën e tij që është kthy. Prandaj mundësia, si thash edhe në fillim, për falje është shumë e madhe dhe ne duhet moment që e kuptojmë veten që kemi gabim. Zotën këtu është edhe poenta, besimtari duhet të jetë i tillë që e llogarit vetveten. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mençur është ai njeri i cili e llogarit vetveten dhe punon për botën tjetër. Besimtari çdo herë duhet të bëjë një vet llogarit vetvetes dhe në moment që e kupton gabimin, ai kthehet dhe përmirësohet dhe cilësia e besimtarit është që është i kthyeshëm ka e mbara dhe nuk është kokfort apo inaqor apo këmbgulës në ato edhe kur e kupton që është keq. Në moment që kupton që është keq, ai kthehet dhe pendohet tek i Malli Allah.
Pse duhet t'i kushtojmë kaq shumë rëndësi 10 netëve të fundit të Ramazanit? Po vetë fakti se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka veçuar këto 10 netët e fundit me veçori të veçanta, duke e zbatuar dhe në praktik në jetën e tij të përditshme, nga se transmeton Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur vinin 10 netët e fundit e ngjallte natën, jo vetëm vetë që falte namaz dhe bëjte adhurim, po i zgjonte edhe familjarët për ta kërkuar natën më të rëndësishme të vitit, që është nata e Kadrit, natë e cila është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Dhe kjo natë zakonisht sipas shumicës dietarëve absolut konsiderohet se është në 10 netët e fundit, nga se Allahu në Kur'an në fakt e ka përmend që ka zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Po ashtu ka zbritur Kur'ani në muajin e Ramazanit. Prandaj kur i përmbledhin gjithë argumentet, shumica do thotë mendojnë se është në 10 netët e fundit, dhe vetë praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që 10 netët e fundit të bëj itikaf, të izolohet në xhami, të bëj adhurim, e bën që kjo natë të ketë vlerë më të madhe dhe të kërkohet për besimtarëve ta shfrytëzojnë atë, nga se ta adhurosh Allahun më shumë se sa 83 vite nëse llogarisim me kohë, atëherë është me të vërtet një dhunti shumë e madhe që Allahu na ka mundsuar, dhe ummetit të pejgamberit sa më ka veçuar me këtë veçuri, që ummetet të tjera nuk kanë pasur netët të tilla që kanë aq pesh dhe aq vlerë. Ummetet e kaluara, popujt e kaluar kanë pasur jetëgjatësi më të madhe. Po ne e dim Nuhi alayhis salam që ka jetuar më shumë se 950 vite, apo më shumë se 1000 vite, se 950 vite vetëm ka qenë mision pejgamberllokut, që domethënë edhe para se të bëhet pejgamber, ai ka pas një moshë, një jetë. Dhe zaten edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thuhet prej dhuratave që Allahu e ka nderuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është edhe nata e Kadrit, nga sa është mërzitur për ummetin e tij, duke krahasuar jetën tonë, moshën tonë me moshën e ummeteve të tjerë, që ne do të jemi mbrapa, ka se ata kanë pasur mundësi të bëjnë më shumë vepra për shkak të jetëgjatësisë. Prandaj Allahu na ka dhuruar këtë mundësi që ne me një kohë të shkurtër, me kohë të pakt, me i kalue ummetet e kaluara, edhe pse ata kanë jetuar më shumë. Po këtë kush dën dhe kush e kërkon. Prandaj pe besimtarit kërkohet që të mos përcaktohet me ditët, se ndonjëherë tek ne është ajo ideja, jo është nata 27, nata e madhe. Okej, është mendimi i shumicës dietarëve që është nata 27, po ne nuk duhet të rrezikojmë. Siç thot njëri prej dietarëve, po të ishte një natë gjatë tërë vitit, dhe nuk dim cilën ditë është, vetëm gjatë vitit e dim që është një natë që e ka këtë vlerë, do t'ja vlente që njeriu gjatë tërë vitit të bëj adhurim vetëm me takue këtë natë, vetëm me shijue dhe me përfitu mirësitë e kësaj natë. E leje ma kur neve na është përkufizue 10 netët e fundit. Prandaj këshilla ime është që besimtarët 10 netët e fundit veçanti të përkushtohen, të mos lodhen fort a është nata e madhe sot, është nesër, por ai të bëj ajo çka është e tij, apo e saj në këtë rast. Në këtë rast e jona është që ne të angazhohemi, të ngjallim këtë net, dhe patjetër nëse çdo natë e ringjallim me vepra të mira, me ibadet, do ta shijojmë apo do ta përfitojmë prej tyre, prej mirësisë asaj nate, dhe nuk është domosdoshme me ditë dhe na me qenë të vetëdijshëm se sot është nata e Kadrit, po është me rëndësi që ne të kemi ajo me na taku neve me vepra të mira. Kjo është ajo poenta e vlerave. Pra 10 netët e jo 10 ditët. Po 10 netët, po. 10 netët është e veçuar, nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka veçuar me natë, dhe 10 netët të muajit të fundit të Ramazanit janë më të vlefshme, kurse janë 9 netët apo 10 ditët në falni të Dhulhijhes, ata cilët ditët të ata është më e vlefshme se sa nata. Prandaj Allahu nga mëshira e tij ka dashur që shumë gjëra t'i veçoj nga pak. Pra i ka veçu njerëzit, ka kriju këtë njerëz, mirë po i ka veçu pejgambert për njerëzve, ka kriju melekët, mirë po i ka veçu disa për melekët, kryu tyne me Gjibrilin,
i ka kriju 7 palë qiej, mirë po e ka veçue këtë qiellin e 7 me veçurit veçantë, ka se mbi të është arshi. Pastaj ka kriju tokën, mirë po një pjesë tokës, siç është qabi e bekume, ka veçue me veçurit veçantë. Ose për shembull gjatë kohës haxhit, Arafatit si vend i veçantë është i veçuar. Prandaj janë momente që i Malli Allah i veçon që mi i dhon shans besimtarëve që ato të shfrytëzojnë dhe të bëjnë me pak punë të arrijnë vlerën dhe peshën e shpërblimit shumë të madh. Edhe pse në përgjithësi neve çdo herë kur bëjmë punë të mira, ne shpërblimin e kemi të shumë fisht. Pra kjo është brenda dhe jashtë Ramazanit. Edhe jashtë Ramazanit. Për çdo vepër të mirë e kemi nga 10 deri në 700 sevape. Kurse për çdo vepër të keqe, 1 me 1. Ja këtu mund të shohim atë mëshirën e madhe që ka i Malli Allah. Se me qenë me shishue me logjikën e drejtësisë son, kishim thonë atëherë nëse është 1 me 10 për të keq, atëherë për të mirë, atëherë duhet edhe 1 me 10 për të keq. Por jo, i Malli Allah të keqen na ndeshkon me 1 me 1, kurse të mirën na shumëfishon shpërblimin nga 10 deri në 700. Vetë namazi si namaz, edhe pse falim 5 kohë namazit, ne kemi shpërblimin e 50 kohëve të namazit. E kështu me radhë. Në përgjithësi kjo është nga mëshira e madhe që ka i Malli Allah për robët e tij dhe për ata të cilët e besojnë dhe adhurojnë vetëm atë. Sa po ja din vlerën kësaj mëshire njerëzimi sot? Sa po janë falendërues? Pra njeriu si njeri në përgjithësi është i tillë që të mos jetë, ka ndjenja të tilla që të mos jetë mirënjohës, të mos i di dhe të mos jetë në gjendje me vlerësue gjërat në formën e drejtë. Dhe kjo dynja që në cila ne po jetojmë në të është e tillë, e cila po na mashtron dhe po na bën që ne të mos e kuptojmë realitetin e saj. Prandaj shumë prej njerëzve, sikurse që habiten dhe nuk e shfrytëzojnë këtë jetë që Allahu ja u ka falë në vepra të mira, po ashtu edhe ka shumë prej njerëzve të cilat edhe këto net, edhe këto ditë, edhe këto momente të cilat i përmendëm më herët, nuk ja u dinë dhe nuk e dinë me shfrytëzue, se vetiu me përjetu Ramazanin është vlerë në vete. Nuk është çdo kush që mundet dhe i jepet shansi me përjetu Ramazanin. Prandaj, mos vlerësimi i këtyre momenteve është dobësi për cilën të gjithë njerëzit është prezente. Pra, dynjaja është e tillë, siç e kam dëgjuar një dietar i cili duke shpjeguar për këtë dynja, thotë sikurse njeriu i cilët i thuhet merrni gjërat nga se ka me vlerë, po ai është në një terr dhe nuk e din se çka ka në to. Por i thuhet që merrni sa të keni mundësi nga se këtu ku jeni ka vlerë. Kur del prej errësirës e sheh se çdo gjë ka qenë mirë po shumë prej tyre kanë marrë, kanë mbajt pak, mandej kanë lënë se kanë hajt se s'është kur gjë kjo, sikurse shumë prej njerëzve të cilët fillojnë me udhëzue, pastaj pas një kohe kthehen prapë në vepra të këqija, duke mos e vlerësu realitetin e kësaj jetës dhe duke mos e kuptuar drejt qëllimin për cilën janë ardhur në këtë dynjë. Shpesh dëgjojmë se si me u lut, në çfarë forme, në çfarë mënyre. Madje një pjesë e shumit që është prezant në namazin e natës, tu përfshim me atë PR-in, nëse mund themi, dhe thotë xhamis dhe të imamit që ashtu më fal, që ashtu më pendua dhe pastaj del jashtë nuk është në rrjedha. Mirë po, cilat janë mënyrat e pendimit, lutjes, kërkesave, të cilat mund t'i kemi për vete, për familjen, ku diun halla dhe detet që ka robi i Zotit. Po, padyshim lutja më e madhe dhe më e rëndësishme për cilën duhet besimtari me u lut për jetën e tij është që Allahu atë ta udhëzoj. Nëse ai është i udhëzuar, atëherë gjitha gjërat shkojnë mbar. Nëse të mungon udhëzimi, nuk të vjen asgjë. Prandaj kërkesa e besimtarëve duhet çdo herë të jetë ajo që Allahu të na udhëzoj neve, të na udhëzoj fëmijët tanë, të na udhëzoj rrethin tonë. Pastaj normal edhe hallet e dehtre të cilat çdo njeri i ka dhe është mundësia shumë e madhe që neve Zoti nuk na kërkon që ne dertet dhe hallet tona që i kemi të i refojmë dikujt tjetër posti. Pra nuk ka nevojë njeriu me u pendu në Islam
dhe me rrëfye publikisht veprën e tij. Por Allahu ta ka mundsu këtë që ta bësh nërmes teje dhe Zotit dhe askush tjetër mos me dëgju. Prandaj Aisha radhiyallahu anha ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, nëse mri natën e kadrit me çfarë lutje të bëj. Ai e ka udhëzuar që të bëj një lutje të veçantë, e cila mund themi është lutje që çdo kush për neve kemi nevojë. Ajo është Allahumma innaka afuwun, o Zot ti je falës. Pra njëherë e pranon robi atë veçorinë dhe cilësinë e Zotit që e ka dhe që e ka edhe njëri për emër e tij që është falës. Njëjtën kohë wa tuhibbul afw. Përveç që Allahu është falës, ai edhe don faljen. Veç si akt, falja si akt është një vepër që Zoti e don dhe njëjtën kohë kjo na simbolizon neve që edhe ne duhet jemi falës. Nëse Allahu e don faljen, nëse Allahu dëshiron që Allah të na fal neve, atëherë ne duhet jemi falës ndaj të tjerëve. Fa'fu anni, dhe më fal mua. Pra o Zot ti je falës, e do faljen, më fal mua. Kjo është një lutje për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka porositur Aisha radhiyallahu anha që ajo ta bëj, dhe kjo është porosi për gjithë ummetin që këtë dua sa më shumë dhe sa më shpesh me e shfrytëzue. Tani namazi i natës është njëri prej momenteve që mund të themi që na ndihmon, dhe na jep një farë mënyre, na nxit që ne më lehtë i kryjm adhurimet. Prandaj edhe është namazi i natës që e bëjmë në formë të grupore, pra me xhamat, dhe kjo është mundësia e mirë që aty na mundsohet të bëjmë edhe sejdë më të gjata, dhe ne e dimë prej porosive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se njeriu është më afër Zotit të tij kur është në sejdë. A thua vallë pse? Nga se sejdja është pozicioni më përulës, që njeriu e përul vetën e vet dhe tregon për ulsinë e tij që e ka duke madhruar mallin Allah. Prandaj momentin që njeriu tregohet më i ult ndaj Zotit, atëherë ai më larg ngritet te Zoti dhe duaja e tij është më e pranuar. Po ashtu, duke pas parasysh se namazet farze janë namaze ibadete strikte, të cilat bëhet lutja dhe duaja në të bëhet në gjuhën e Kur'anit, mos më thënë në gjuhën arabe, po në gjuhën e Kur'anit, nga se këndojmë vetëm dhe lexojmë vetëm Kur'an. Mundësia që të lutemi në namaze të natës, namaze nafile, edhe në gjuhën tonë amtare, dietarët e kanë lënë këtë derë të hapur, prandaj edhe mundësia që të lutemi në gjuhën tonë, posaçërisht në sejdë, të bën të ndihesh mirë dhe të komunikosh drejt për drejtë me Zotin tënd në një kohë kur Allahu zbret në pjesën e tretë të natës, në qiellin e dynjas dhe pyet: a ka kush që më lut që t'i përgjigjem? Dhe në ato momente me qëllu unë dhe te për atyre cilët e lusim atë, dhe përgjigjet jetë e gatshme, padyshim që është një begati shumë e madhe. Prandaj kjo namazi i natës dhe kërkimi i faljes që e bëjmë dhe organizimi që e bëjmë grupore duhet të jenë vetëm si shkaqet që na nxisin që ne të mobilizohemi më shumë, por duhet të kuptojmë po ashtu edhe faktin se veprat vullnetare nuk mund të zaventësojnë asnjë obligim apo asnjë farz. Kjo është një pikë për cilën duhet besimtarët të vetëdijsohen. Pra na kemi raste të cilët njerëz nuk falin namaz, farz që e kanë obligativ, mirë po namazin e natës merr pjesë. Ne nuk themi që nuk ban me marr pjesë namazin e natës, edhe ai njeri, nga se edhe për të ka vend, hapësira është shumë e madhe për Allah t'ia fal, mirë po duhet jemi të vetëdijshëm se edhe tër jetën me u fal natën, nafile, vetëm një farz nëse e lejmë, nuk mund të kompenzohet një farz me çfarëdo pune, vepre, nafile, vullnetare që e bëjmë. Prandaj janë veprat vullnetare. Kur themi vullnetare, çka do të thonë? Nëse e bën shpërblehesh, nëse nuk e bën, nuk ndëshkohesh. Kurse farzi është nëse e bën shpërblehesh, por nëse nuk e kryen, atëherë ndëshkohesh. Prandaj nuk mund të zaventësohet asnjë farz, asnjë namaz drejt sabahu drejka e qindia akşami dhe jacia, me sa do namaze që falim në natën. Këtë duhet ta kemi të qartë, po prandaj duhet ta shfrytëzojmë këtë moment, po kthehen atë ajo, çka të bëjmë lutje. Të bëjmë lutje që Zoti me na shtit dashurinë ndaj fesë tonë, me na lehtësua adhurimet, që
Ky namazi natës të jetë sebeb dhe shkak që ne të vazhdojmë pastaj edhe në kryerjen e farzeve gjatë jetës së përditshme. Sepse namaz natë ka dhe jashtë Ramazanit. Patjetër. Shumë edhe shumë figura, shumë personalitetet të cilët janë pjesën e namazit të Taravis, po ashtu të namazit të natës, që nuk është që frekuentojnë shumë në xhamia, do thotë jashtë Ramazanit, por kemi një pjesë të madhe të tyre që Ramazanin e kanë si piknisje të një jete të re. Do thotë disa fillojnë në Ramazan leximin e shkronjave, për mësimin e shkronjave të Kuranit, disa me 5 kohë namaz, në këtë rast gratë apo vajzat me vunjën e shamis, e disa me lamën e pije alkolike, e kështu me radhë. Do thotë secili Ramazanin e ka si lloj piknisje të një jete pak më ndryshe, më të mirë. Po është zaten momenti, na thamë edhe në fillim se Ramazani është një moment, një shans që po na jepet që më lehtë se sa momente tjera apo në situata tjera njeriu të pendohet. Prandaj është piknisje shumë e mirë. Ramazani të jetë piknisje e rikthimit tonë dhe përmirësimit tonë. Zaten Ramazanin në të kaluarën, po edhe tani besimtarët e zgjedhin në veçanti që të kryejnë edhe një obligim fetar e që nuk ka të bëjë me Ramazan. Ajo është dhënia e zakatit. Nuk është e rastishme pse besimtarët edhe në kalumën, po edhe tash Ramazanin e kanë si afat apo e përcaktojnë si kohë për dhënien e zakatit për arsye se është momenti kur në të shumëfishohet veprat mira dhe shpërblimet janë shumë më të mëdha. Prandaj asgjë të keqe nuk ka. Përkundrazi, Ramazani të jetë një piknisje, zaten edhe ajo është qëllimi që të jetë një piknisje e re, ku njeriu me vetveten e vet përmirëson veten e vet dhe fillon një jetë të re dhe pas Ramazanit të vazhdoj me ato që janë obligimet themelore, pra ajo është kryerja e obligimeve farze dhe largimi nga haramet. Kjo është pjesa shumë e rëndësishme që besimtari duhet ta ketë qartë. Largimi nga haramet dhe kryerja e farzeve, këto janë shenjat që tregojnë se je i devotshëm, e Ramazani për synimeve tina është që të na bëjë të jemi të devotshëm. Si të vazhdojmë jetën edhe pas Ramazanit, këtë jetën fetare, nëse mund të themi, për atë pjesën që ne e kemi më shumë në Ramazan. Pra mund të jemi fetare edhe jashtë Ramazanit, por në Ramazan e kemi pra dozën e shtuar, por si të vazhdojmë kështu edhe jashtë Ramazanit. Ndonë se nuk mund të jemi të përpikt. Po, Ramazani konsiderohet sezon, sikurse në çdo fush. Ka sezona kur në të duhet të shfrytëzohen. Pra edhe tregtia ka sezonin e vet, edhe bujqësia ka sezonin, edhe studimet ka sezonin kur janë provimet, pra angazhimi është edhe shumë më i madh. Prandaj është shumë normale që pas Ramazanit ky angazhim të mos jetë i njëjtë si në Ramazan. Mirë po nuk është normale që ne të dalim jashta vijave të kuqe, një farë mënyrë që janë të përcaktuara. Ajo është rutina e adhurimeve të besimtarit që është 5 kohët e namazit, pastaj largimi nga haramet. Ajo është pjesë e pandashme e jetës së tij. E tash shtimi i intensitetit veprave të mira në Ramazan, siç thamë edhe në fillim, është veçori e cila e ka muaj Ramazanit dhe është normale që të pas Ramazanit kjo të bie, por nuk guxojmë të rikthehemi në ajo që është më e keqe. Bile, edhe kjo është më rëndësi të dihet se e kam përmendur dietarët se prej kushteve apo prej shenjave që një punë e mirë është tu ka pranuar te Zoti, është që pas kryerjes së asaj pune me vazhdu në vepra të mira. Prandaj shenja se neve Ramazani na është pranuar adhurimi është që ne pas Ramazanit të vazhdojmë në vepra të mira. Në të kundërtën, është të kundërta, shenja që punë tona në Ramazan nuk janë pranuar, është që ne nëse pas Ramazanit e rikthejmë totalisht jetën tonë sikurse para Ramazanit. Prandaj kur hyn besimtari në Ramazan, duhet me dalë më i mirë se sa që ka hyrë, nga se edhe meleku çdo mbrëmje thret, o ti që do me bë mirë, angazhohu, bë vepra të mira, o ti që po bën keq, nalu. Nalu se është Ramazan dhe është një piknisje e cilën duhet besimtari me shfrytëzu për përmirësimin e tij. Por disa pra ndalën në Ramazan e pastaj me ditë Bajramit vazhdojnë ku kanë la pauzën, siç e përmendëm kalimthi, cila do të ishte këshilla juaj në fakt për këta djem, për këto vajza të cilët pra agjërojnë në punë të ndryshme, ndoshta e kanë të vështira,
pastaj prezantojnë namaznate, por që fatkeqësisht do thonë me përfundimin e Ramazanit i kthehen një farë lloj normaliteti që ata e shohin si diçka të thjeshtë dhe mund të vazhdojnë. Po mas Ramazanit shejtanat lirohen. Prandaj edhe ndikimi i tyre është më i madh. Edhe tani normal që edhe ata kanë pasues të tyre të cilët i ndjekin ata. Kjo është dobësi për cilën duhet mu shqetësu çdo kush, në veçanti ata të cilët janë në këtë gjendje. Nga se nuk është gjendje mirë që besimtari në një farë mënyrë me njoh Zotin vetëm në Ramazan. Duhet ta dimë se Zoti i Ramazanit është edhe Zoti edhe i mujve të tjerë. Dhe ta përkufizojmë vetëm tonë vetëm me një kohë të caktuar është dobësi, nuk them që nuk ka asgjë prej saj, se nuk e dihet, mund të jetë do thotë ajo angazhimi si them në Ramazan pastaj sebeb që shumë njerëz sigurisht që po na ndodh jetën e përditshme shumë njerëz Ramazani është ai që i shndron dhe i bën që ata të përmirësohen. Megjithatë, kthimi në të keqen mua më ngjason si një njeri i cili ndërton një diçka, një ndërtesë të madhe dhe pastaj e shkatron. Dhe gjithë atë që ka ndërtu, e me shkatrua atë që ka ndërtue, do thotë se faktikisht e ke humbur të tërën cilën e ke investu apo ke punun për të. Prandaj është dobësi për cilën mendoj se çdo kush duhet me ripërtri apo me rishique qëndrimin e tij ka shifes dhe me kuptu realitetin e fesë. Feja nuk është e lidhur me sezona, as me Ramazan, as me haxh, as vetëm me xhumo, dhe feja nuk është një petkë e cila vishet dhe hiqet, po ajo është pjesë përbërëse e jetës besimtarit, ai kudo që të jetë, siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythuma kunt, kia frikën Zotit kudo që të jesh, çfarë situate që të jesh, besimtari në gjitha situata e din se është i mbikëqyrur nga Allahut. Nga se Ramazani është zaten një kohë kur marrim shumë orë të mësimeve të ndryshme. E njëra prej mësimeve është edhe mbikëqyrja e Allahut. Nga se agjerimi na mëson që ne të ndijmë çdo herë se Allahu po na shiqon, po na mbikëqyr. Dhe këtë ndjenjë duhet ta vazhdojmë, pra nuk ja vlen me marr mësimin në Ramazan, e për cilën duhet ta praktikojmë pastajna pas Ramazanit, e të bëhemi vetëm sikur se ata studentët të cilët mësojnë vetëm kohën e provimeve dhe mas provimeve më i hullin gjitha ato të cilat i kanë studiu, po nuk kanë produktivitet, nuk kanë mundësi me prodhu dhe me kontribu diçka për shoqërinë njerëz të tillë. Prandaj edhe ata të cilët pas Ramazanit nuk vazhdojnë me vepra të mira, na vije keq për gjendjen e tyre dhe është për keqardhje njeriu me shkatru atë që ka ndërtuar vet. Xhamit janë të hapura edhe pas Ramazanit. Patjetër. Po elhamdulillah edhe janë të hapura, po dhe janë të frekuentuar me falë Zotit. Nuk është vërtet. Po mirë, po kjo Ramazani na tham të presim, të kërkojmë për njerëzve që të jenë të përkushtuar si në Ramazan, si jashtë Ramazanit, pra nuk është reale tash po themi kështu në atë aspekt, për shkak se thamë edhe më herët Ramazani është sezon. Mirë po, njëjtën kohë nuk është reale dhe nuk është e kuptimt që njeriu gjatë Ramazanit jep një përkushtim shumë të madh, kurse pas Ramazanit e shkput lidhjen e tij me Zotin tërësisht. Kjo po ashtu është një kontradikt shumë e madhe për cilën duhet populli ynë të vedisohet dhe të përmirësohet. Po ashtu, pra shohim që pothuajse çdo këshill në Bashkinë Islame të Kosovës ka organizime ndryshme edhe jashtë Ramazanit, ka aktivitete, do thotë, përveç në Ramazan, pra e kuptuam dhe e dim që është sezon dhe janë të shtuara aktivitetet, këto nuk është ndalen qysh me ditën e parë të Bajramit. Zaten edhe për Bajramit tash ka aktivitete dhe vazhdojmë të pas edhe po ashtu siç përmenden në Rahaves fillim që ka pra edhe për gjininë femërore, ka aktivitete të ndryshme të cilat pra mund të aktivizohen, mund të punojnë, mund të jenë aktiv ose aktive edhe muajt të tjerë. Jo që veç mund, po edhe duhet, ne jemi të obliguar që gjatë tërë jetës sonë, gjatë tërë mundësive që na jepet, ne të i shfrytëzojmë mundësi që na jepen, që ne të jemi të njerëz cilët e praktikojnë fejen dhe janë në rrugën e Zotit. Prandaj vetë Allahu i Madhreshëm ka lënë që mas Ramazanit më një herë kemi Bajramin, dhe si Bajram është ibadet adhurim në vete.
Po pastaj kemi ditët e xhumave, për cilët patjetër besimtari obligohet që në një farë mënyrë të dëgjoj një ligjëratë. Edhe ajo ligjërata e ka synimin që ta përmirësoj jetën e besimtarit dhe ta përmirësoj ndjenjën dhe bindjen e tij, që ai të vazhdojë më tutje me vepra të mira. Prandaj wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ashtu siç thot Allahu në Kur'an, adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Besimtari e kupton kështu adhurimin, posaçërisht namazin, nga se është veçori e veçantë se adhurimet tjera lidhen me një kohë të caktuar, siç është muaji Ramazanit që është një herë në vit, haxhi është një herë në jetë, zeqati është një herë në vit po ashtu, kurse namazi është i vetmi adhurim i cili vazhdon në vazhdimsi gjatë tërë kohës dhe merr pjesë në të gjitha adhurime. Pra njeriu është edhe namaz, edhe agjerueshëm. Pra namazi është pjesë edhe të agjerimit. Njeriu e kryen haxhin dhe gjatë haxhit bën edhe namaz. Që do të thonë është pjesë e pandashme e jetës së besimtarit, dhe besimtari duhet ta kuptoj namazin si pjesë të jetës së tij, si ushqim të shpirtit të tij, për cilën nuk guxon të lejoj që ti iki në farzet, cilët Allahu patjetër ka më na pyet në ditën e gjykimit, që janë pyetjeve të para që i parashtrohen besimtarit. Pra interesimi i gjeneratave të reja vazhdon me qenë edhe jashtë Ramazanit për të mësuar leximin e Kuranit, për të mësuar çështjet e fesë apo bazat e fesë. Patjetër, kjo është në vazhdimsi. Ne mund të flasim tash për Këshillin Besimtarëve në rahë vet, që ne gjatë tërë vitit kemi organizime me të ri, majmë organizimin e mësimit besimit 5 herë në javë, është vetëm e premte dhe e shtunja që është ditë pushimi, kurse ditëve tjera kemi në vazhdimsi mësim besim me të rit. Po ashtu e kemi një qendër që kemi ndërtuar enkas për motrat tona, dhe aty kemi 3 mualime që janë të angazhuar. Po ashtu dhe ata e kanë 5 herë në javë, do thotë majnë mësim, edhe aty e kanë orarin prej orës 10 deri në ora 2, gjatë asaj kohe shumë motrat tona të moshave të ndryshme arrin që të mësojnë Kur'anin. Tash bile kemi një rast, një motër apo një nënë e jonë, themi 72 vjeçare, që ka hyrë dhe është aftësuar me lezu Kur'anin. Dhe kjo është një mundësi, një derë shumë e mirë që besimtarët duhet ta shfrytëzojnë gjatë tërë kohës tyre. Po ashtu gjatë sezonit veror kemi angazhime pak shtesë, ku bëjmë edhe aktivitete me të rinjt, dalim në fushën e hapur, dalim në natyrë, bëjmë disa pikniqe, dhe gjitha këto i bëjmë me qëllim që të rinjt tanë ti majmë sa më afër xhamisë, dhe xhamia të mos frekontohet vetëm në kohë caktuar në Ramazan, po ajo të jetë çdo herë e gjallë, njerëz hyjnë dhe dalin në të, zaten edhe 5 kohët namazit e kanë këtë synim, po ne duhet përpiqemi që këtë ta shndrojmë edhe në hyrje dalje të rinjve, jo vetëm të moshës që janë të moshuar, po edhe të rinjt janë ata të cilët janë të lidhur me xhamin, nga se xhamia është një objekt jo vetëm si ndërtesë, po në vetvete është ajo ana shpirtërore që jep edukim në vazhdimsi atyre që e vizitojnë atë. Atëherë Hoxhë, ishte kënaqësi që ju kemi në studio. Faleminderit shumë, Allah ju shpërbleft. Allah shpërbleft dhe juve, përgëzoj për punën që e bëni, Zoti ju shpërbleft. Amen. Të nderuar miq, kaq për këtë emision, takohemi nesër, deri atëherë mirëmbëjtje.